Përshëndetje me që jemi këtu me madam debat, çdo të ejtë, si që kam premtu. Në këtë javë po flasim një temë në të cilën besoj që të gjitha keni mendimin. E mendimi shumë fluid. Ason vetë nuk muj, po muj për vete me fiksu, e se besoj që edhe jo mundin mi fiksu. Tema pra është, a njeh dashuria moshën. Me mua në panel sot është Meti, mirë se erdhe Met. Mirë se erdheta. Meti është një djalë i cili rrit në diasporë. Je rrit jashtë, po? Po, në Austri jam rrit. Fare i ri edhe nuk e di që ka më në thonë sonte për dashnin. Luljeta Kryezio, Lulja me mund studio, mirë se erdhe Lulja. Përfaqësuese e martesës gjysmë shekullore. Po cilat janë pikpamjet e saja për këtë pyetjen, a ka dashuria moshë, apo a njeh dashuria moshën? Do ta shohim në vazhdim. Edhe Valen Maloku. Mirë se erdhe Valen. Përshëndetje. Pyetja, a ka dashuria moshë, nisim për teje. A njeh dashuria moshë? Nuk e besoj që njeh dashuria moshë. Dashuria është ndjenjë, s'ka të bëjë kurrë me moshën. Ndoshta mundet në stade të ndryshme me njoft pjekuri, po nuk e besoj që mosha mundet me ndiku dashuri. Ndjenjat nuk pyesin edhe. Ti mendon domethënë që pa marrë parasysh sa vjeç jena mundra mu dashuru? Besoj që po. Met? Edhe unë mendoj se dashuria s'ka moshë, po deri te një moshë e caktuar, ku prap është nashta problematike, është pak teme e komplikume. Është temë komplikume. Domethënë, ti po mendon që ka moshë, prap se prap, deri në një moshë të caktuar the. Ka, po. Ka moshë. Lule? Unë mendoj se me dasht mundesh në çdo kohë me dasht, por dashuria e vërtet është ajo e para edhe vërteta në moshën më të mirë të rinisë, kur personi fillon të pjekur edhe të di se të ndaj të mirën edhe të keqen. Dashuria është si një lule. Duhet gjithmonë kultivu. Në çdo moshë duhet kultivu për të qenë ajo që duhet të jetë. Edhe një lule, në qoftë se nuk kujdesesh, ajo vyshkët. Edhe dashuria e ka afatin e vetë edhe qëndrimin e vetë. Në qoftë se nuk e kultivon, më thonë atëherë do të mbetesh edhe pa te. Lulen e cila është vyshk, nuk mund ta kthesh edhe një herë të lulëzoj. Edhe dashuria është e tillë. Në qoftë se ti nuk din me kultivu atëherë në moshën më të mirë, kur ajo vjen me vrull, atëherë edhe ke me humb, do të thonë në çdo ku. Meti, cila është ajo mosha që po mendon ti që është ma e fundit? E fundit. Për me dashuru. Sa vjeç për shembull është ajo mosha që ta marr mendja ti që mas që aty në vjetëve nuk mundesh mu dashuru? Unë mendoj kur ta arrit një moshë në pleqni, është shumë ma zor mu dashuru, nuk po them se është e pamundshme, po njeri kur ti e bën një moshë caktuar, atëherë kufizohet, nuk del më, nuk ka shumë aktiv, do me tha kufizohet në shumë mënyra për ata, mendoj se është tepër e zorshme. Edhe në rini është shumë alet, sepse njeri është shumë aktiv, del ma shumë, e lypat konektimin me njerëz edhe në apo rrjete sociale, kështu se mosha maksimale mu dashuru. Ti rrit, ku je rrit? Unë jam rrit në Austri. Je rrit në Austri, po në Austri sigurisht ke pa njerëz në moshë që dashurohen në moshë. Po mendoj kultura tyne është ma... Po, kultura tyne është kështu, po tash është dashuria e vërtet, unë nuk moj me ditë, po ka raste ku për shembull me 70-80 vjet njoftohen edhe dashurohen, edhe ja nisin një jetë tre, edhe ndërtojnë gjithçka prej fillimit bashk. Po thash është shumë e rrallë edhe o dashni e vërtet tani apo është vetëm mu martu me dikon për mos me met vet. Këto duhet me bë tani mendoj unë dallimin. Po mendon që ka dallim aty? Po. Ka dallim. Valan, si e shef ti këtë situatë? A mundet njeriu me 80 vjet më e rënë dashni? Po më pse jo. Tjetër është mentaliteti, natyra e shoqënisë, ku paragjikohen ose tjera, po nëse i shohim plot raste nëpër botë, dashnit më të ndaja, zakonisht të pleqt ndodhin në shtëpiat e pleqve. Si e dim që janë më të mëdhaja ose më të vogla?
Qysh e dim, se më të... Si e dim që për shembull Pa disha dhe më thonë një 80 vjeçar me u dashunu. po na disha dhe më thonë shkenca po duhet me thotë që pas- njeriu kur dashurohet nuk është normal, nuk është fare vetvetja. Punojnë disa Mas pari, definicion e dashnisë nuk e kemi gjetë kur edhe s'u ne gjon kërkosh. Se është proces, është ndjen, por nuk mundet se ka miliona mënyra dhe metoda. S'po bajtona me lulen që tha lulja kur të vyshket, të më thonë nuk ka. Po, dashunia tha është si lule, kultivohet, tha që nëse njëherë vyshket, nuk lind mo. Po, konceptin e ka të mirë, po gabimi është që do të thotë që dashuria që kultivohet, që e lulja kultivohet me një trup. Kultivohet me një trup, por ajo është saksia. Që nëse vyshket e lule, gjithmonë mundet me pas qasaj saksie që ati dheu që i përshtatet një lule tjetër, që mundet me lindë edhe ma madhe, edhe ma bukur, me ma shumë fryta që ka po diune. Ndërsa për metin, meti shumë po kufizon dashunin në ata që thot duhet më konë tri, me dal, me pa. Ajo është natyra njerëzore në kërkim të dashurisë ideale. Ka plot njerëz të cilët e kanë dashurin, po kërkojnë një dashuri ideale që diçka që s'po plotësohen në atë moment gjithmonë. Energjia madhe e të jot bën që ata më kërku këtë kohën edhe këtë jetën. Edhe mendoj që dashurit po me përvojë, me qofse të kalojnë shumë sfida, sa ma në mosh ma të shtyr, është ma e vërtet, është ma... Çka është dashuri ideale? Dashuri reale është kur... Ideale. Ideale. The ideale, po. Ideale në lypin, po së në gjunë kur. E çka është ajo në fakt? Dashuria ideale është kur thjesht ti në çdo moment nihesh mirë me partnerin, ose që e dashuni të bën mundi mirë në çdo moment, në çdo aspekt, edhe në vujtje, edhe në të mira, edhe kur ta ki aty, edhe kur të mungon, edhe kur ta kthen fjalën, edhe kur ja kthen fjalën, do të thotë që është që pa të smunësh. Dashunia thjesht është kur ti kujdesin që e ki për vetveten, ja kushton dikuj tjetër duke mos të konvenu. Ja, e se kuptova. A kuptut jo? Po. Unë nuk e kuptova. Njëjo është gjendje me bo gjithçka për vetveten. Në momentin kur më rrinë ti me bo për një njëri tjetër, senet të cilat ty nuk të konvenojnë, do të thotë ti e sakrifikon vetveten për me bo për dikon senet të cilat ty nuk konvenojnë, që në shtas për veti si kështë bo që ajo është dashuni. Do të thotë kur ti... Kur e mohon vetën për dikon tjetër? Me mohu jo, po e te i kalon vetveten, se mohimi është fjallë ndryshën, është. A te i kalon vetveten edhe ato që nështë thu kur si kësha bo, jenë gjendje mi bo për dikon tjetër, edhe pse ty nuk të konvenojnë në disa raste që është dashuni. Dhe më thonë ti i jep vetës dhimbje edhe prapë se prapë nihesh mirë që po dënon vetën edhe po jep dhimbje për dikon tjetër. A janë gjendje të rritë kështu me dashurun, këtë mënyrë që thot Baloni? Po, unë e pajtona shumë me Balonin, po unë menoj ka dashni edhe ka pëlqim. Okay. E këto shpesh ngatrojnë njerëzit, kanë njerë e pëlqejnë dikan edhe menojnë ja u dashurova, edhe është vetëm një dashni njetë që ka unë e menoj që ekziston, është qysh Valoni po thëtë kur nuk mund pa atë njerin me jetu, edhe menoj se krejt njerëzve në botë këtë rasti ka ndodhë për shembull në herë, ose ka me i ndodhë në herë, për ndryshë ato tjerët janë pëlqime, për ata po thëmë është pak e zorshme kur vjen me një moshë caktume, edhe ke kalu shumë kohë në jetë, ku ke pa shumë raste, edhe për shembull tani nashta mund me pas pëlqim për dikan, po me rënë dashni kështu, për shembull mos me mujt me jetu pa të përzon, se është dashnia gjëja më e bukur në botë, po edhe është e rënë që kanë herë shumë lënduar njerëzit Po Valoni po thotë që duhesh me bo dashnia vërtet është ajo në të cilën ti vetëm të hohesh një farë mënyrë ose bën gjëra të cilat nuk të konvenojnë për hatër të atij tjetrit. Po, dashnia është mas mendimit tem, mas pari në njerëz që i dashurun, çu po thot Valoni, bën gjëra se përpara nuk i kish bë. Do me tha, është mënyrë është muhim.
ose është edhe mi i bë vetit do njëherë për shembull keq. Po nuk ka tash me bë me dije, po për shkak dashnisë e humb njëri vetin, dhe kështu se mendoj se e ka drejt Valioni. Edhe mendon që ajo formë dashurisë, nëse që kjo është ekstrakti i kësaj, i dashnisë, ose kur nëse sonte pajtohemi që ajo në fakt është dashni, vetë mohimi. A është, Lule? Unë mendoj se dashuria është ajo. Është dashuri nëse ti e ndjen mungesën e personit. Në çdo rast, qoftë në gëzim apo në jetëm, apo në jetën e përditshme, edhe në kohën kur ti je angazhuar në punë, kur e ki e gjithë energjinë të definuar, do të thonë se duhet me kry qatë punëme, edhe ty e sheh se diçka po të mungon. Unë mendoj se ajo është dashuria. Okay. Edhe në qoftë se ti nuk e ndjen mungesën në çdo moment, në çdo rast, atëherë do më thonë është një dashuri interesi. Je me te sepse duhet me qenë, apo sepse po mi plotëson dëshirat, apo kushtet edhe. Do më thonë, unë atë nuk e qmoj si dashuri. Në qoftë se ti, do më thonë, e ndjen mungesën e personit, edhe e kërkon në çdo rast, edhe shes se e ke një boshllëk, një shprasi, ajo është dashuria. Si më nënë t'i valën për këtë që ka thot Lulja? Më bëri përshtypje që tha është dashuri interesi. Në fakt, dashnia është interes për me plotësu vetë vetën. Po tash, se sa e në gjendje me sakrifikua, thash ma herët, për qatë interes, të e di që e bën vetën mundi mirë, atëherë këtë dashnit këshim mujtë mi qujtë interes, edhe dashnia për punën edhe për paret edhe për një jetë luksi, edhe dashuria për qetësi. A lidhet me mungesën, po thot Lulja? Po thot që dashuria ekskluzivit lidhet me mungesën. Nëse një person ty të mungon në të mirë edhe në të keqe, edhe në çdo moment jetës, atëra ajo është dashni. Për në çdo moment nuk isha me thonë se më konë me nej punë shumë ku je fortë me të në manë edhe për dashnia pak zorë, po do të mundi mungesa se kesh të marrë shembuj banal me kallëzu ku je shumë ngusht. Pse shkun syt ka qoshi? Po gjatë në për qoshe i kena bo do punë. Po mendoj që interesit bën vetë. Interesit më thonë për me unima mirë, nuk muj me thonë dashuri me interes. Qëre, e tha që një dashunia, a tha ma herët që vesh një dashunia është e një tjetë janë pëlqime. Jo, mund është me pas dashuni plot. Plot njerëz e mohojnë mas në të kalumin e vetë edhe thojnë, unë e ku menu që e kum dasht, po se kum dasht. O përdi që se përpare i ka thonë ti e dashnia e të steme, mas ne del diku tjetër edhe thot jo ku menu që e kum dasht, po se pas në ditë që shka është dashnia. Ti s'ki me ditë kur shka është dashnia. Se gjithmonë thash jenë kërkim qasej dashnis ideale. Po, në momentin e caktun, kohën e caktun që ajo konë dashnia jote, që ajo konë që aty të ka mungu dhe që ato shka ki ndje. Tash me një moment caktun ti mujnë me të ndru komplet rrethanat, mujnë me të ndru komplet nevojat për emocione, për çka do, edhe normal që të ndronë. Shpenzohet një dashuni, ndoshta të vjen një dashuni tjetër, çka po digjohuni. A shpenzohet në fakt dashnia, Valen? Shpenzohet, po. Shpenzohet dashuria. A shpenzohet dashuria me të? Jo. Nuk shpenzohet. Lule, a shpenzohet? Unë mendoj se dashuria vërtet nuk mund të shpenzohet, edhe me dasht nuk mund është me shpenzu në qofse. Është ajo vërteta, edhe s'mund të themi nëse jo me dashurume në qofse ty me gjysë goje, po se di, jo. Po flasim për dashurinë e vërtet. Në qofse ti e ke dashurinë e vërtet, ajo nuk shpenzohet. Edhe unë e mendoj në fakt që nuk shpenzohet. Edhe unë e mendoj që nuk shpenzohet. Edhe prandaj e ndin edhe atë shprasin, atë mungesën. Okej. A është në gjendje njeriu tash, për shembull, në një moshë të caktuar, që për shembull unë i kam 54 vjet, në këtë moshë, a jam në gjendje unë me dashuru dikon qaq pa limit,
kur je i ri, ti nuk e llogarit veten, se nënkupton veten. Kurse në moshën tonë, kur jena prind, kur jena gjysha, kur jena rrit, jena pjek, kena një tjetër pozicion jetësor, a mundëna na mu vetmohu dhe në qatë pikë që mu dashuru, që me vetmohu veten, me vetmohu gjithë jetën edhe bagazhin që e kemi kriju për një moment dashuri, ose për një dashuri e cila ndoshta edhe është ma madhe në jetë, ama i bjen mu mohohen, aja vlen. Ajo ndjenja e dashurisë, si që përshkruan, ajo ndjenja e dashurisë është aq e thellë, sa ti nuk mundesh edhe me e mohu. Kur tha se bosh gjyshe, ti e ke, je plësume, në qoftë se je plësume, më thëmë ke pas dashurinë, ke vendos. Edhe ai plëtsimi jytë nuk lejon, edhe ti me dasht, nuk mundesh me shtrydh atë ndjenjë, do më thonë, edhe tash si gjyshe me dasht, apo si gjysht me dasht, apo si pavarësisht moshën që tha 5 vete, s'është menasi. Po në qëfë se ti je përmbush, ajo është dashuria. Edhe unë mendoj se sot që po vinë të këto ndamjet, kjo është ajo. Sepse nuk e kam përmbush sa duhet vetën. Edhe ka mendu është e dashurum, ka dashurin, po nuk e ka atë mungesën e personit, dhe më thonë sa duhet, edhe nuk është e përmbushun sa duhet. Dhe më thonë, ke shprasin, e shprasina gjithmonë kërkojnë të mbushën. Mirë po, me qka? Edhe si, kjo është pikpyetje shumë e madhe. Se ti shprasinat mund është mi mbush edhe me qka do. Por, me përmbush shprasin, shpirtërore. Të lutëm me përmbush vetën, shpirtin tënd, jetën tënde, ajo është dashuria. Edhe në kontradiktra me vetveten, por sta tash po thu duhet më përmbush, për ndryshe që se si e përmbushën, dhe më thonë, po. Ma përpara tha nuk shpenzohet. Ma përpara tha nuk. Por më përmbush e ka më shpenzu. Jo, prandaj thash. Që kja gotë është... Prandaj thash, në që se ti kesh prasi, thash, në që se ti kesh prasi, dhe më thonë nuk ka qenë ajo dashuria. S'ka qenë e vërteta. E vërteta, jo të lutëm, nuk ka qenë e vërteta. Prandaj e kesh prasinë dhe ti tash kërkën me përmbush. Dashnia është si që kja gota që është e mbushën që dashën. Edhe dhe të që fse të ka përmbush, ti s'ki nevoj mo me mush, ta me kur gjë tjetër e Prandaj po them, e thash. Ko mas koha e do të shpenzohet. Edhe shpenzohet, bile shpenzohet edhe krejt. Edhe në fund bëvaki, jo veç që shpenzohet, po edhe gjun gotën krejt edhe thejet, si zemën që thënë. Shpenzohet, kjo duhet më mush krejt kohë. Nëse nuk ka me pas gjatë dashnis, risi, me pas gjithë shka që me majt atë dashnit, zjarin e ndezër aty mrena, me mbush ta krejt kohën, normal që ti ke me lyp me mush këtë gotë me dishka tjetër. Ajo gota mbushet. Shpenzohet, Ajo mbushet gota, po me qka mbushet? Nëse ti edhe partneri këtë kohën, investonin që të lidhje, edhe nuk e le me u bo bajat. Prandaj. Po, kjo ishte puna e lules, kjo ishte puna e lules. Lulja tha, që duhet mundesh mi mjell një lulje dhe mu kujdes ton kohën, dhe me thonë me investun ta. Duhet mu kultivu. Ajo rritet. E ti po thu që mundet mu nuk e mu mjell një lulje tjetër. Jo, qëfse vyshket, ta qëfse vyshket nuk... Qëfse vyshket, nëse nuk kujdesesh, ka mu vyshk. Ka mu vyshk. E qëtë vyshkmen, ti nuk mundesh me këtu edhe njëherë me lullzu. Ja, dhe më thonë kërcoset njërë dashnia nuk thejet. Nuk thejet. Kjo është ajo. Prandaj duhet gjithmonë me kultivu, me ofru, me përmbush. Tash më thamë buk falisht, a mund është dikon që e ke dash dikur, sot mos me dash më heq? Ose që po thot Valoni e ke nuk lullen, ka dal një lulle tjetër aty, edhe tashmon nuk e dan qatë nuk del lulja tjetër. Në të njëjtin vend nuk del lulja tjetër. Nuk del lulja tjetër se e ka ruhen ajo dhe që ajo kultivot. Por, që se këthe për e banë pyetjen, tash është këtë diçka tjetër. Se ti mundesh me marrë dikën tjetër me fillu kretë një tjetër, apo lëndimet, vrasjet, qëndrimi ytë, që nënçmohesh si person, si njeri, si qenje, më falë aty veç
është diçka tjetër. Okej. Neve po flasim për dashurinë e vërtet. Po. Për dashurinë e vërtet. Sepse ti e merë, mendon që e ke dashur edhe mandej lëndohesh, po mendova. Që kjo është çka është të ndodhë, sepse njerëzit po mendojnë që gjithmonë një tjetër dashni kam i pru lumturinë. Nëse dikush nuk është i lumtur me këtë, s'ka me qenë as me ata, as me ata, as me ata, as me kërkan. Këto pi përvoje, po thom une. Nuk zavendësohen njeri me njeri. Nuk zavendësohet njeri me njeri. Met, a ke qenë ndonjëherë çaq i dashurum, sa që mos mi pa jetën pa atë njeri? Menoj që po, edhe po du me ndërhy këtu edhe njerë, unë menoj se prap po kthena ose ka pëlqim, ose ka dashni. Okej. Dashnia, për shembull, ka shumë mënyra dashnis, dashnia është në emocion se ekziston, njeri e dashuron për shembull edhe familjen e vet, e familja nuk zavendësohet për shembull. E ki një dashni për nonën, një dashni për babën, një dashni për vllazni e motër, e ashtu më edhe veç një dashni të vërtet me pas për shembull për atë personin se dashurosh. Për ndrysh ato tjerat, mas mendimet tem, prapë u kthena është vetëm pëlqim, sepse për shembull një kone njeri ka qef me bë sport, bën 2-3 javë ka pëlqim. Po. Munohet një kohë pëlqim për shembull ushqime kë, e han 2-3 muaj më shumë këtë ushqim. Ashtu është për shembull na jena aq shumë njerëz në botë, sepse njerëz nuk ditë sotet menoj se as nuk mundohen mu dashuru, po dalin edhe lypen, edhe nuk i japin asku as mundësi për shembull me njoftu dikon edhe me ndërtu çat dashni mu kap për një person. Unë menoj edhe jam kon. Ato ka harxhu me herë dashnia që po thot Valoni harxhu. Jo, dashuria ka ngritje, ka ulje, po është prap e njëjta dashni, po unë pajtona me Valonin se duhet me bë diçka për me vazhdua ja dashni, se dashnia nuk ka e përjetshme, se dashnia mund edhe me përfundu. Mund shumë mënyra me përfundu. Po është anë krejt çka unë po them, nuk po them se nëse për shembull njëri e ka kryer me dashninë e vjetër edhe nuk mund me ecë përpara. Mund me ecë përpara, nashta është i thym njëri edhe çka do qoftë, ama qatë ndjen mrena vetet. Po jo bre, jo, hiç i thym. A mundet me përfundu dashnia hiç pa u thy? Kjo ishte pyetja. Jo, nuk menoj. Lule? Kjo është që duhet kultivu. Kjo është ajo që unë po them, duhet kultivu edhe duhet kujdes. Dashnia vërtet. Të lutem. Kujdesi vërtet. Kur ti e ndjen mungesën e tij, domethënë kjo është çaj kujdesi, çaj kultivimi. Që ti e ndjen mungesën e tij edhe e bën që edhe ti mungosh atij. Po. Edhe aty është dashuria. Në qëfëse edhe aje ndin mungesën tënde, si mundet mu zhduk një dashuri nëse nuk thehet? Si përfundon? Pikërisht për shkak që si jeto mush. Se nuk jeto e jetu i putërsi, për shkak se thjesht... Kultivimit. Qëfëse folim na tash, jo dashnia ose është krejt edhe nuk soset kur më konë s'kishim pas, ka shumë ndryshimet partnerave, përfundimet divorceve tjera, që me rrehet kush, më thonë, jo valla që po thotë ky veç pëlqim. Pëlqim e ki, deri sa të takosh një herë me ta, mandej zhvillohet dashni, të folë për dashni, jo për flirtime për kësi sana. Kërkush nuk hin, se nuk vetesh, kërkush nuk hin, me një dashni, hajtë se që to 2 vjetë pidu që ta, e mas 2 vjetëve këqyri shka po bëj. Nuk është, jemi të folë për dashni, dashnia nuk të vetë, këtë tjera plane bën, këtë tjera plane dalin. Ama i për shembull me mu se shumë njerëz kalojnë bashkë për shembull, jetojnë bashkë edhe e kalojnë vetëm kohën bashkë për mos më konë vetë. Ka shumë njerëz në ditë sotit se jetojnë këtë. Po, unë dëgjova, unë sa të kam një gju një... Edhe ajo, veç thjesht nuk do me e dhonë vetë vetën 100%, është edhe e dashni, tuk që vendos me jetu me ta, po nuk do me dhonë vetë vetën 100% në qatë lidhe, se do me pas karrierën e vetë, jetën e vetë. Është dashni, nëse s'do me jetu me ta, a është dashni? Po. Është. Lula, a është dashni nëse nuk do me jetu me ta? Mani më se historia njerëzore një dashni, njerëzve që ndash pa u taku kur. Po, tash na po flasim që të dashni platonik ekziston. Në shkrua lamet libra dashnis,
për njerëz të cilë nuk jenë taku kurrë. Janë shkru libra për njerëz të cilët nuk janë taku Po ato nuk jenë konë, ato jenë konë për etime, ndjenja dikuj që ju kanë ndodhë. Ata janë idealizime, vëllëm fiksime. Në këtu do të më këthy në Austri, o jeta ndryshme, aty nuk martuan për shembull shpesh, rinë me një lidhje, për shembull gruaja e ka banesën e vet, burri e ka banesën e vet, nashta takuan një herë në javë, ama thojnë se jena me një lidhje. Mos e përzi martesën me dashni. Po them, ata thojnë është një dashni. Martesa është obligim që ja përmton njëri tjetrit që na dy na gaduam, po të garantoj që ka me dashur këtë tjetër. Austriaki për shembull thotë. E njerëz nuk përdojnë mua, si thot unë derisa të funksionon, unë jetoj me këtë. Çka funksionon? Derisa të funksionon dashnia. Ka dashni se nuk hargjohesh vëlla, nuk mundesh më me jap për çat partner kur gjoh, dhe ai partner nuk mundet me jap kur gjoh për ty. Rrethonat ndryshojnë, gjithçka ndryshon edhe njerëz thjesht e shohin edhe me dasht, edhe me pas qysh më thonë, respekt për njëri tjetrin, dashni mo nuk kanë, hargjohet. Shumë të tjeshtë. A menon se nëse dikush i dashurum, se në nënshkrim për shembull i martesësh është e zërshme me bë për çfarë dashni, sepse s'do të më lidh çashtu për shembull me një kontratë çysh thove ti? Unë veç mendoj që nëse nuk unë i kam pas 2 martesat, të cilat po flas vetëm për martesa, jo për dashuri, po flas për raporte, ka vit me ndodh diçka. Nuk ka mujt për mu, spaku për mu, si unë e përjetoj, nuk ka mujt me u shu dashnia pik sfilti, po ka ndodh diçka që e ka shu dashnin. Ka ndodh diçka bajegi e madhe, se ndryshen nuk mundet më shu. Unë nuk e kuptoj si mundet më shu një dashni, vesh pse s'kultivon, pse qysh po thot Valoni, shuhet vetvetiu. Nuk shuhet vetvetiu. Nëse ti punon lidhje, duhet me... Unë pash një statistik, një hulumtim, që thonte dashnit po funksionojnë vesh pse njerëzit po rrejnë. Nëse kur fillojnë me u njoft shumë, fillojnë me u shu rrenat edhe me dalë në fakt vërtetat. Problemet janë nisin kur fillojnë me dalë vërtetat në pa. Edhe atëherë fillon me u shu dashnia, kur flas, kur dalin të vërtetat. Sa duket kjo Valen reale ty? 100% reale, po ato janë rrenat omla. Rrenat omla? Po, janë rrenat lezesh. E ti po thu që njeriu në mosh mundet mi bo një ta rrenat omla? Po, mundet mi bo. Dëgjo, ti vet dashnia që ki për qatë person, dashnia që ki ti thonë ty ta marrë botën, unë ty ta bëj këta, sepse ki qef me pas ofër. Ki qef me çdo kusht, për frikës që po humë, se ti po njesh mirë që dashni, ti thonë, ko me ta marru, çka po t'i gjohë? A ki po të në përmtimet janë të... Për që ato po thojmë, për që ato këta menojnë... A me dhonë mendim, a... Do me dhonë mendim ti? Po, të kuptoj fare mirë, po edhe unë jam të dhonë mendim, pse jo? Po jep mendimin, për që se pyte ta përfundoj. Hajde urna. Për që ato po të thomë, njeriu jep duke tentu gjithsesi me majtë qatë dashni, për frikës që mundet me hup, se i do këtë trofe, a i përdor rrenat të ndryshme. Nuk janë rrenat të donshme, po janë rrenat të cilat unë për ty i jap jetën, a thojnë, unë për ty i jap veshkën, unë për ty i bëj këta, bëj ato. E shumë se në tja. Po edhe ai tjetri, që ato i ngu që ato rrena, e di që janë rrena, po i vjen mirë që dikush po e çmon. Ki qef me marë kompliment, ki qef me... A është çmim aja kur e din ti që të të rreth? Jo, që ajo është që e zjarri veç është. Drut nuk janë zjarri, drut veç janë i mojnë aty me, dikur vetë bohen ata pjesë e zjarrit. Fare kontradit me mu, urt në lule. Unë mendoj në që se ekziston friga se pa e hum personi, dhe më thonë aty dashuria o shu. O shu. O shu. Sepse friga është më e fuqishme se sa dashuria, se sa... Friga është e para, vërtet është. Friga është e para. Edhe nuk të lejon, friga, nuk të lejon edhe atë një përqinshin që ti e ke, që e pret, do më thonë qaj, po të rrenë, po të blene, po të bjene, po të i plëtësën, do më thonë, nuk vlenë. Për mua ajo është absurde. Ideja e këtij emisioni është, a jemi në gjendje na, nëse thojmë që dashuria ka mosh ose nuk ka mosh, cilën do anë që ta majmë. Nëse tonë kjo që ka folëm për dashurin deri tash, e lyp një vetë sakrificë,
e lip një vetë sakrificë, ose një vetë mohim, ose diçka që me mujtë me kriju një lidhje, ti duhesh me dhonë diçka të madhe për i vetës, për me marrë mrapa. E tash këto jam të vetë, a ekziston mosha? A jena në gjendje na njerëzit për shembull, tash Valoni thanë dëm të pleqve, ose në shtëpi ku jetojnë njerëzit në moshë. Ajo është periudhë e jetës kur ti i ke kry punët e tua. Atëherë ajo më duket mua atë për si një idill, si një hajde pikalojmë që ta vjetë që kajnë metë, pikalojmë bashkë, se jemi vetë ti vetë tonë, na kajnë lanë familjet e qka diun se qka. A është që ajo vërtet dashuri? Ajo është një... Mu më duket bashkëjetesa, ose lufta për me mbjetu, që ajo më duket dashuri. Me ju gjim njëni tjetrit deri në fund tjetës, në të mirë, në të keqe, në ujën, në zjarën, në luftën, në tonat. Mu s'paku që kjo më duket dashuri. Po tash ata forcë më shku në luftë nuk kanë plesh. Po. Edhe plesh nuk është që ti mu më shme thonë në pleshni, në qatë domin e pleshve që e përmena në dy plesh, hajtë se në kam jetë një grimjet edhe shëshnohem pak ma shumë e kom s'paku dikon. Jo më i ka edhe 30 plaka tjera edhe 30 plesh tjera. Sa për aty ka bile shëshni sa dush, që mujnë, po me dikon e ndjen, ti po kalon të në tjetë, edhe prap, po ekziston një person që ndoshta është tu i qajt hallet e njëjta me ty, ndoshta po të përshtatet ma bet, po kujdeset për ty, ndoshta bëvakien edhe pleq që së në folin hish, vish me synë ashtë ashien, edhe që aty shprejnë dashni. Ajo është energji më, dashnia... Për idem tane që ashtu është, po për idem tane energji e cila shuhet, thute. Dhe më thonë edhe aty në pleqve kam ju shu. Dhe më thonë... Nëse nuk... Nëse nuk... Nuk ujitet, qëfëse nuk mushet, qëfëse nuk i jep druqat i zjarëve. Po vetëm nëse ti në moshën, çka dion, 70 vjeçe, e din që ajo që ka nis, ka me ushu, aja blen me anis. Ja, nuk e din që ka me ushu. Kur në dashni zemra, kur dashënohet, nuk hin me thonë, valla ka me ushu. A është e vërtet që se cila dashni ashme, se ekziston edhe një teori, që se cila dashni e ashme është ma madhe se paraprakja. Ma ndryshe po. Ma madhe. A është? Nuk vajtona se thash për mua është vetëm një dashni, ato tjerat jam për mua prapo të më pëlqem, se nuk mund më shu mas mendimet tem. Se ajo qa u shu, qa ka kalu, nuk o kanë për e më dashni, sepse qysh thove të do të me luftu dhe në momentin e fundit për atë dashni. Me muhu vetin, me jap, me luftu edhe krejt senot me i bo, kështu se qa ajo është shumë e madhe. Unë mendoj është sakrifica, jo, nuk është dashuria dhe nuk është jetë. Se ti dashurin e mban edhe e thu që e kam për me mujt me jetu, për me ndi vetën mirë. E kështu për me lëndu vetën, edhe me thonë që ajde për e lë këta, e gjoj tjetërën, asë njëherë, dhe më thonë nuk e qenë dashurumen, asë njerë s'ke pas dashuri, asë njerë nuk e ke ndi dashurin e vërtet. Ke mendu se për danë. Edhe mund është me mendu, po mendoj që për e du. Ama e shemë, dhe më thonë, mas një kohë, dërsa po vjenë dërte ajo në damjate, në ndrimi i partnerve. Edhe, dhe më thonë, nuk e qenë dashurume, nuk e pas dashuri. Pra ndaj them se dashuria vyn kultivim. Në të dy anët. Shprasin e personit, shprasin tënde, e plërson njëni tjetri. Pra ndaj kjo është kultivimi i dashuris, edhe ajo dashuri zgjat. Sepse e ke përmbush vetën, edhe partneri vjeti përmbushur. E kena një problem që to. Valoni është të perceptu tjetër sa në dashuri, tjetër sa njëri të thonë jo që është dashuri. Ju po thoni që është diçka shumë e madhe që ajo dashuri, Valoni po thoni që është diçka ma kaluse. Nëse nuk e mush këtë kohën është kaluse. është shumë e thjeshtë, hargjohet thesi. Një që ne jem tu... Si s'kultivon, nuk e plëtson. E pse më në nalet njëri u me kultivu? Pse njëri u nalet me kultivu? Thjesht më nuk ki material mo për me mush që ata. Thjesht nuk ki, ose s'përshtatet mo që ata që ka ti e jep nuk i përshtatet ati, ose ai që është të dhonë nuk i përshtatet ti. Shumë thjesht nuk funksionon. Plët njerëz shkojnë edhe
mas një dashnie shumë të madhe shkojnë në konsulenca psikiatrike, psikologjike, mundohen me ndresh lidhjen, dikush i gjon përmes konsultave me psikologin, me psikiatrin, i gjojnë gabimet ku unë e kokën e japin edhe ka i shans vetes. Po ka me plot që nuk funksionon mos, se nuk ka bre, sa dush tu i thu, o bre, nuk kam mosh kam i dhonë, as nuk kam jep më gjo. Thjesht kalon, po nuk dush me thonë që su kon dashni, ose që pëthuni është vesh një dashni njetë. Richard Gere, sex symbol i Hollywoodit është, super aktor që çdo femën e ka pas ondër ata, kur kanë pyti thojnë, cila ka qenë dashnia e jetës tone, thot dashni kom pas plot, po 3 kom pas të mdhaja. Nuk ka thonë një, 3 ka kallëzu me emna tash për foljen. Njëna për atë u kon Julia Roberts, 2 emna tjerë mujnë me më kujtu në ndërkohë. Nëse s'jam gabim Michelle Pfeiffer, se di. Po 3 thot janë. Thot ato për që ato 3 dashni sot me më thonë, a shkojmë, shkoj fill. Për rrethana caktune thot, jena hargju. Unë e kom pas një formë tjetër me hetë, sa e një formë tjetër, për qatë kosh, sa e mi kon. Dhe më thonë, ti nuk mendon që çdo dashnia është mosh ma madhe se... Ma e ndryshme, s'mujmë, nuk mund është mi thonë ti, për shembull një dikuj që ka pas në dashnit parë edhe fëmijë me ta, ose ka pas dashnin e parë qatë burë, ma vonë nuk, ose qatë gru, ma vonë nuk përshtaten edhe dikur e gjoni dashnit e me thonë, tash për hatër të këti, ose të kësaj tjetërës me thonë, ja valla ata se kom pas dashni, ty të kom pas. Jo mërë se ka pas dashni të ondrave, po s'ka funksionu mandej, e ka prind të fëmijëve, e ka çka do, nuk mund është pishti me thonë, jo valla unë nuk e kom dasht ata, po qashtu kon puna. Ose kundërta që ndodh. Thot po valla dashnia jetës teme u kon, po mu më ka dhënë baba ose më ka dhënë nona, që i kanë bo atër pa, ose kemi bo me marrëveshje, ose vish për letra, ja kum nisë ma vonë mi dashtë të tjera. Dashnit nuk kanë sosen, por nuk ka definicion të saktë për atë punë. Nuk ka, më kujto që një. Unë mendoj se ka shumë, thash, mënyrat të emocionave, ka pëlqim, ka simpatizim, ka shumë gjona, dhe ka flirtime, ka bashkëjetis, ka për shembull edhe në shoqni, njerëzit në shoqni nashta janë mësu monoton me dalë me dikan, edhe ka vjet që dalin për shembull pinë kafe, ashtu mendoj se ka shumë njerëz jetojnë me dikan për mos më ka vet, ose nashta edhe kanë simpatizim, kanë pëlqim, ama gjithmonë i mungon diçka e ajo është që ajo dashnia e vërtet që ka në mendoj. Po, unë e sonte kam dashur të folë për moshën, kur është mosha ideale për mu dashuru njerëzit, sepse përshah që të rritë në fakt për shtyjnë martesën tash. Shumica prej dikur ka qenë një mesatare, kur janë dashuru edhe martu ka qenë 20, 25, tash është rritaj numër, edhe më ka shty me bo që ti me diskutu se kur do të kishte qenë ajo edhe mas martese, duhet na me ndalë vetën, me shti vetën brenda do kornizave, edhe mas me i leju vetës me u dashuru mo, apo duhet me qenë të hapun për dashurin, edhe pse jemi në një raport, por mundësia që mu dashuru në dikën tjetër me qenë gjithmonë e hapun. Çka po mendon ti Mati? Unë vetë kam 29 vjet edhe hala nuk jam i martuar. Okej. Mendoj se tash ta shkua prej 25 vjet deri në, më thon 40 vjet, është shumë mirë mu martu, bile sa ma shumë që vënohet edhe e shtyn është ma keq. Me zarë normal se ashtu nuk shkon kur gjo, njeri mund me gjithë dikon edhe mu martu, sa me kry obligimin, po pra po këthena aty do të mu dashuru për me gjithë qatë njerin perfekt, me mujtë më ndërtu qatë jetën perfekte që do në me jetu ti. Ma herë të nëmenoj u konë ti për keq se janë martu shumë të pi, edhe menoj janë do shpesh ose nuk kanë guxum mundo për shkak familjarëve dhe shumë gjona tjerë. Krejt që ka e kalon për shembull 45 vjet, 50, nuk po them për mu martu për s'dyti për shembull. Amo mja nis me ndërtu një familje me ato vjet, është tani
pak më e zorshëm. Jo pak, po shumë e zorshëm, më thonë. Okej. Ashtu Kjo është është mendimi atë, shumë bukur, po i ke pak vjetë, kalla e keti mi papi asaj perspektivës tane. Po dhe është i ri edhe për që ato nuk përpajtohem. Unë mendoj se martesa nuk është dëshmi se ti e Se e dashuron dikon, e se vërtet e është. ke dashuri. Po. Ekziston dashuria. Martesa mund tjetë edhe interes, martesa mund tjetë se i ki mosha, Po. interesi se qa do të bëj tash, apo fëmijët e vegjël e qyshir, do më thonë, martesa nuk është dëshmi se ti e ke dashuri. Okej. Se je përmbushun me dashuri. Mirë, Lule, e tash më ta vetë një pyetje. Është mirë që Nëse në je martes, dashurume, më falë, në martes, apo të hish në martes, është atëherë, kur ti vërtet e ndin vetën, se je përmbushën edhe qaj, po të përmbush plotësisht. çaj njeri. Okej. Qaj person, po. Mosha nuk do në thotë se duhet në moshën 20, 25, 30. Nuk e ke gjithë personin i cili të ka përmbush. Nuk e ke gjithë personin i cili është për ty. A kupton? Atëherë, pse hen në martes? Të më thonë, nuk është një, ai në shkrimi ajo, emni se jo me martune, nuk është dëshmi se ti Je dashuruar. e ke jetën, je dashuruar. A duhet me lanë drejtare të hapa, por edhe mas martesa? Për dashurin. E tash, duhet me mendu, jo me mendu për moshë, të cilën tash po e mendoj. Apo, krijimin i kushteve. I kom kushtet po hinë martes. Jo. Mos harroni, se edhe pa kushte, pa kurgjo, që se ti e ke dashurin e ndjen, ti e përmbushë nuk të interesën fare. A i ki 3 shtëpia, a i ki 2 dhoma, a i ki 5 dhoma. Qashtu është. Moni, dashuria ka diferencën me ato të interesit. Na po flasim për dashurin, e cila të përmbush ty si person, si njeri. Në qëfë se ti nuk je përmbushun me qatë person, nuk e gjenë vetën taj person, atëra ajo nuk është as martesës, vetëm shkatrimi vetë vetës edhe fëmijëve apo për familjarve që të kanë rritet, të kanë prudërin kërgjenit, të kanë shkollu e gjitha. Unë nuk pajtuam atem, edhe unë kom pas rastin kur një shoq që më ka thonë, e zona trenin e fundit. Jo, zëmër. Nuk zjet në jetë treni i fundit. Ti duesh me gjithmonë trenin e parë. Në çfarë do moshe? Po me gjithë trenin e parë që ti përmbush. Që ti mundesh me hec me atë tren. E jo ti e ke zonë trenin e fundit ti s'po lëviz. Janë do gjëra që duhet me ndo prej martesës apo moshës. Bana atëherë kur ti Me mosh, a bëmi më të letë, a bëmi më të letë me mosh? A është më letë me rënë dashni apo më zërshme? Se s'po di as qishmi... Kjo, nuk ka aty mosh kur ti mundesh me dashuru. Por është. A je dashuru? A je dashuru? A je dashuru? Mëse raj vetën që po u martuva dhe u dashur. Mëse raj vetën. Këtu është ajo. Dhe më thonë, se mosha, ti mund është edhe hiç mos më martu, në 60 vjetë më martu e rënë e parë, që atëherë gjenë personi i cili ty të përmbushë edhe tas. Mirë, po me thonë që u martova edhe e gjeta dashurin, ato e në dy gjana. Nuk dhe më thonë, martesa nuk është dëshmi që ti e ke përmbush vetën e ke gjetë dashurin. Një mosh të thyme, për shembull, ekzistojnë dashurin, jo vetëm mosh të thyme, po gjithmonë ekziston apo bjen dashuri sepse je vetë dhe nuk ke çka me bë me jetën tënde, apo po bjen dashuri sepse ke rënë dashuri, sepse ke rënë vërtet në dashuri. Kjo është pikë pyetje e madhe, që vërtet tu ka mosh. Urna Balen, ç'a them? Do më folë për martesën, pse në shpik martesat. Na vetë si gjene, si kod genetik, ne na të kryum, gjenet tona na dirigjojnë trupin tonë shka më bo. Edhe cikli i reprodukimit, cikli i riprodhimit, gjeneve tona, është diku rreth moshës 33 vjeqarë, dhe më thonë, prej 18 dhe në 33, ne jemi shumë të aftë, gjenet tona janë shumë të aftë për melon pasars, me u vazhdu që ato gjenet tona të pasars tonë. E tash, gjatë historisë njerëzore, njerëz kanë bo fëmi, nështë tas kanë pas martese, kanë jetu bashkësi të ega, për thëmë, por duke u civilizu njerëzimi,
e kanë pa që edhe për me qenë gjaku ma i pastër, edhe për me qenë larg smundjeve, me ditë kush kujdeset për kanë arrit me i kriju qëto shoqënitë e familjes ose të martesës. E tash, ndërkohë sa u zbulu letra, jenë zbulu ligjet që i ka kriju vetë shoqënia njerëzore, e kanë shpik edhe martesën me letra, edhe në kohë të kishte se kisha njëherë njetë marton, njëherë njetë. Ndërsa xhamia apo Muhamedi a.s. e kalon që patjetër duhesh me qenë i martuar për me pas partner. Nuk u bëja pse ta ka dirigju zemrën ty në dashni. Ata shoqënia njerëzore ka bo pikërisht për shkak të pasardhësve. Sepse njerëzit edhe në atë kohë jenë dashur, jenë bashku, kanë bo fëmijë, ata fëmijë në rrit rrugave qofse e nda. Kështu nëse e bën një farë obligimi kontraktual me bo martesë, i ke marrë përgjegjësitë edhe ti si babë dhe ai si non martesat bëhen për shkak të fryteve të dashnisë, për shkak se dikush duhet më kujdes për ata. Që kjo është martesa që ma vonë na për shkak të fukrallëkit, ta hekim qiken për shtëpis, gutu martohu pa vetë, apo bjena një nuse se sun përgatu nona, i kemi bo ato martesat ma tepër si një obligim pa dit ose pa e mundësinë se shka është dashnia. Ma ndejnë rritën frymë të keqe, sepse s'ka pas një energji të mirë aty, në rast të tralla dhe kanë ndodhë që jenë dashtë. Ashta s'kanë pa ma tepër dhe jenë dashunu edhe pa u pa hiq mas nej, e tjera. Martesa nuk ka kurfar garancioni që ti je i dashunu. Nuk është. Është vetëm garancion. A jena të darë mesazh të mirë për njerëzit e ritë e cilët janë të na pa. Po, martesa nuk është kurfar garancioni që ti je i dashunu. Martesa është një garancion që në qatë dashunin në të cilën ti po vendos me lonë fryte, ti ki mu kujdes për qato fryte. Jo mja lonë zotit, a rrugës, a hajtë letë botë që ka dohet. Që kjo është një farë garancioni që ti po, që të rrugë që i ki njës, na kina me majtë. Dhe më thonë se ka aty, tash në ka dojnë me bo, dhe më thonë tash, ligjet e reja, tradhti nuk është veç, qëfse tradhton grunë ose burrin. Dojnë me shtin ligj që tradhti është edhe ata me cilin bashketon. Edhe për ata ka më uquj tradhti dhe ki me dhonë përgjësi me ligjet e reja që nga dojnë mi bo. Sepse ti, si jetu bashketu me ato, që e bashketesa një fa interesja të që ti hanë pi ati ose aja hanë pi teje, njës më thonë, vallaj, ditën e mirë, jo, ki me pas obligimin dhe sa jetë. Po, vetëm na kem të folë sonte për dashurin, edhe a është dashuri, urna? Për dashurin që pi bëni pikpytja, kemi një rast një djali për zeni që i buni 13.000, ishë në 30.000 kilometra me biciklet, për dashurin të cilën se ka pa kur. Se ka pa kur. U që një vjetë e gjysë ka hec me bicikl, me shku. Pse ato do këty që ajo krejt që ajo marshrut të bo për dashurin? Po. U bo për dashurin sepse u shku atje me u taku, a i mandej të regoj që ataja paske në lesh pa u martu që i ka ma dhe zbën e dyta, ta shi qiti gishtat që në fiu që të ka pas sukses, si qiti gishtat. E paske në rrit një farë kompromisi, si do që të jetë. Edhe qëfë se ka buaj për atë punë, ka jap një farë mesazhi për qatë punë. Se nuk shkon ku shkot, mi bo 13.000 kilometra, ishë në 30.000, mëse më kap një për kështu se nuk e di bash rastin. Ose, më thonë, që shka e në gjendje me u? Ose tash ti me thonë, jo las janë vjetër, qifti majri i vjetër në Kosovë, për cilin sot me bo lajnë të nëshkrujnë është Eroldi me Djolen. Ata e në gogjan mosh, janë të përjetu një dashuni që rrallë kush e ka po. Edhe nuk përpritojnë me nda me gjithë kënd. A dhe me thonë që ata s'kan dash për para, jo kanë fmi, kanë pas të dashër ose gra ose burë ose... Pa ata janë të unë një qaq mirë me zvetis, pa janë të nda me kresh shëshnin shqiptare që sa mirë përkale. Dëmjana Lutja, a kujton që ato bo përmendet madha, ata janë ka dojnë me kalëgju që janë ka në jenë mirë. Ka sa vjeti kanë? A është marrë mu dashënu 60 vjeqarja? Ajo s'koka, se tha, i vjena e nuk dvet, dashnia nuk dvet. Unë thash është shumë e zërshme, nuk thash me një moshë caktume, është tepër e zërshme dhe thash shumica, nuk dashurohen ma, po thash bashkjetojnë me dikam për mos më konë vetë. Tash gjithçka gjithmonë mund me pas ndaj përjashtim ose dikush që ndryshe.
unë mendoj se mosha më e mira për mu dashuru është prej 18 vjetëve deri afër 50 vjetëve. Mu reproduku. Me lorë pasashtë. Apo të pëlqen ty kjo dashuria e rollit me... Dashuria është personale. Okej. Edhe nuk më duket arsyeshme edhe me diskutu. Është personale, po janë të nda me ne. Po. A di po e... Jo, prandaj. Janë të nda, ata si Është nuk një shembull- po më intereson, po janë të bu shumë publike. Ashtu, është një shembull i papam, një shembull që t'jep edhe me tregu, edhe me të mësu, se dashuria kur është e vërteta, është kja. Kur është e vërteta. Dhe më thonë, e tash, pse ata ma herët s'kanë pas raste dështime, ajo është tjetër gjë që nështë a i dim edhe nështë a si dim, po nuk është për Po edhe kjo që janë të jetu diskutojmë. tash nuk ka asnjë farë garance që Ju lutëm, ajo është personale, por nuk thamë që nuk ekziston. A kupton? Por ka edhe si të interesit, ka edhe si të lindja e fëmijëve në martesë, nuk është garancë se ti je i lumtur se ti ki dashuri. Pa pra. I ke bo fëmijët. I ke bo se nështë rregull, i thot duhet mu martu, duhet me pas pasashme. Mirë po, nuk është dëshmi, Që duash. edhe se ata, do më thonë, ti ke pas dashurin, ke qenë e përmbushur, ke dashuru, e ke pas dashurin e vërtet e i ke bo fëmijët. Do më thonë, nuk ka teori. Edhe, dashuria nuk ka teori, nuk ka një formull, sikur se në matematik del rezultati gjithmonë, këtu nuk ka rezultat që ti mundesh me pru përfundimin. Se baraz është që kjo. E kupton? Çdo gjë në jetë është personale, çdo gjë në jetë është e ardhur, por unë mendoj, domethënë edhe e them, edhe me që shumë raste kom edhe me vajzat të reja me djem të ri, gjatë punës, gjatë jetës, edhe i them, martesa është e mirë, vetëm atëherë kur ti e ndin veten edhe e gjen personin e vërtet. Martesa nuk është martesë në qoftë se ti e bën, hajse duhet me e bo. Po na të gjithë mendojmë në momentin e caktuar që ajo është. Edhe të gjithë mendojmë. Mosha për martesë s'ka pas definicion asnjëherë dhe nuk ka. Edhe nuk ka. Nuk ka. Do të thonë ti bënen, mirë po vetëm atëherë kur ti e ndin veten se tash e gjeta personin. Sa herë që e bojmë martesën, unë mendoj që neve përdorim gjysmën tënde. Okej. Në qoftë se ke gjetë gjysmën tënde, atëherë gjysmën tëme të ndryshueshme, edhe unë jam e ndryshueshme, edhe ata janë të ndryshueshëm, kështu që prandaj po them që se shoh shumë vajza, siç thashë, zona trenin e fundit apo a di çka e kesh me çato, po a di çam oni nervoz. Ja bona mirë dita shokut, ai më thash ka bone. Do të thonë se ke gjetë personin. Po. Nuk e ke gjetë personin. Se ke gjetë personin. Unë i kam shokët për klasës parë fillore. Ende i kam. Pse s'mundet me pasaje kjo kohën e sotit. Po, pra. Mirë po, vetëm kur ti e gjen personin i cili të ka kuptu, i cili është me ty, i cili vërtet është gjysma jote. Po. Të ka kuptu, e ke kuptu edhe din, deri ku edhe çka mundesh me. Po, atë për shembull ti e kupton, mirë kupton, ja pranon me shoqënie, me krejtë, edhe në fund harxhohet edhe çaja dashuri. Në fakt lutem. Kështu që çka më thon? Jo, në fakt lutem. Ti e ke ditë shembull po marr. Jo martun 30 vjet, ëh? Po deri në 30 vjeç, a di sa personin e kam taku? A di me sa njerin kom bashkëpunu? A di me sa njerin kom nejt? Po. E tash, pse të njofta ty, unë du të mu bo tash Po që kjo është dhe që në rrejmë për me kriju një fotografi ideale për atë që dona mi dashuru, mëse kur dalin të vërtetat. Tash gjeta ty, une nuk e nja, ata nuk e nja, këta duhet me... Jo, në fakt, kjo nuk është. Dashuria e sodit, terenia e sodit që ka po vrej, ndoshtë edhe që shukon në moshë temën, është se njerëzit taman e njoftojnë dikan, hinë me krejt hazën, mas 2 ditëve të thojnë, të dua, s'po mëjmë pa ty, qka do qofë, gjithë shka, edhe kja shkon 1 muj, 2 muj, 3 muj, 4 muj, edhe kur qitët komplet. Do me tha,
kjo është moda e sudit, e dashnis, e për shkak Nuk është kësaj unë dashuri. po them nuk ka Nuk dashni. është, edhe unë mendoj që nuk ka Nëse dashuri. njëri- Nëse na hym çfarë do lloj lidhje me çfarë do lloj rreme, sa do vogël me qenë ajo nuk është dashuri. Valon, çka do të kisha thënë njerëzve? A ka moshë ideale për martesë, për dashuri, edhe a duhen mi mbyll dritaret masi që i bojnë do vjetë, masi që... Që në momentin që futesh martesë është, dhe më thonë, nëse ti i dedikun në një familje, në një martesë, në një lidhje, është mirë me s'melion dritare qelë. Po shumë shpesh që ato mungesat që i ki në qatë martesë, që ato ta qelin ka i birë diku, që i hertë ka përmajat, kuqit, masënej qele dritarja, bjerezja, sene tjera tash më sta kthej në i gore, po nuk dëvesin ato sene. Thjesht, gjatë rrugtimit ton, me këndo që t'jesh, gjatë rrugtimit ton, kime taku udhëtar të tjerë në jetë të cilët, ose të futen një jetë ty, ose i futen një jetë partnerit, ja pletsojnë që ata që i ki mongi edhe ndodhin qëto që sot po i quajnë tradhti, ka në rast të tralla mendoj që dikush bën tradhti veç pse dën me bëu tradhti, shumica i bojnë për shkak të mungesave që i kanë në shtëpi. Ose për shkak të shpenzimit që e kanë pasur në shtëpi. Ta shtojnë, e keni normalizuar, nuk pi normalizoj, nuk po normalizoj, po janë sende të cilat janë tu ndodh. Nashta ka ndodhur edhe përpara se në fol, tash po folen ma lehtë. Plus që tha shumë mirë, tritë e sodit janë 3 ditë bërë kanë ata që kujtojnë dashni, për 3 ditë e japin vetën gjithçka. Po e ndrojnë bjemnin për 3 ditë në rrjetet sociale, u martova unë, mas 3 ditë i hupin dersin. Dhe me thonë i kanë shumë ma të shpejta, shumë ma dinamike, i kanë gjithçka që i zhënojnë. Unë vetëm këtë pjesën që po thot Baloni ndodh, dashuria ndodh. Ndodh. Ndodh, nuk do të thonë nuk e kena ndodh. Ti e përcjell shumë shpesh një fizikan krahët që është, i cili i shpjegon shumë bukur sanët me numra. E përcjellën ti këto. Ai e shpjegon shumë bukur se sa është rasti që unë marrë dhe njetë, unë si njeri. E gjatë qati shpjegimi që e bën, që unë e duna mi u gëzu jetës që ju marrë dhe njetë, me sa numra për masë o shanca marrë bashkë që kështë shpirti jemi qëtu, gjatë qasaj llogarie matematikore, i ta shpjegon shumë llogari tjera matematikore, që baba jote, nëna jote, sa kanë pas shansë me u taku. Një njeri thotë që nuk ka lëviz, dhe me thonë vish mrena shtetit vetë, qëfëse s'ka dal jashtë. Vish në punë, në shkollë, shtëpi, në shëtitje, në Prishtinë atje, i takon thotë gjatë jetës, deri në moshën 20 vjeçare, ta marr shembull kur duhet me gjetë një partner më martu, i takon 500.000 vetë. 500.000 vetë i takon. Ose një njeri thotë që ndoshta e ka punën me dalë në për shtete ndryshme, 400 milion vetë i takon deri në moshën 20-25 vjeçare. Dhe me thonë, shansa o konë që babajët ose nëna jote me taku partnerin vetë, në mesin e qatën dhe 400 milion vetëve, 200 milionve, 50 milionve, që bashkë qaj më bo partneri i saj që marrë në shprej, lemas të matematika tjera që gjatë asaj dashnie, a disaj në rastet, a mundet më përshtat, qaj partner me këtë partner me të prutu njët, a mundet më përshtat. Ma ndenë matematika tjera se kur ndodhin në gjizja, marrëdhënia për me bo fëmin, sa qelizat nonës, sa qelizat babës, spermatozoide, duhen me funksionu për më bo numrit. Me thonë janë qaq matematika, unë ala vështë matematika parë. Mu taku babajët në najote me të pru ty me të bo, dhe me thonë 400 milion njerës ti po vendos me dikon me lonë pasars. Në qas zgjedhe edhe ti po thu së është dashni për shama, dhe është. Në qata 400 milion vetë, a mund është në të tënë ti me njoftë e me i dita jo. është rasti, është momenti, ndodhë. Se unë nuk jam ullë me 400 milion vetë me zgjedh burrin ose gruan teme. Po në 400 milion, në moment caktun të ndodhë njëni, nuk dvetë. Ti po vakiki po 100 bukurosha ma tepër, 100 pasanika ma tepër, 100 doktora ma tepër, 100 artista ma tepër. Nuk tu kanë gjitë. Të ngjitet një që ty nuk të pytë. Ndodhë. Pse mos më ndodhë? A ndodhë dashuria, a është vendim?
Ndodh. Ama mendoj se nuk ban me lyp, do të me jetu jetën edhe gjithë shka që ka vjan pej Zotit, është moment i caktuar, edhe mendoj se është gjithmonë e kundërta ajo që ka menu njeri. Do me tha krejt ndryshe. E kundërta, ndryshe po, një ndryshe. Ndryshe është, po jo kundërta. Jo, po thom e kundërta njeri... Këtë dhe më thonë që ka i ke thonë vetës se boj kur, kemi bo. Po. Ajo është kur më thuj kur e fjalla. Lule, a ndodhë dashuria është vendim? Unë e thash edhe ma herët të më thonë që thash prej 30 vjeqare e kom njoft shumë njerëz kom nejtë në shkolla, apo në punë, apo. Do më thonë edhe ky personi që më ka ardhë njëtë nuk ka ardhë rasisht. Apo? Në më thonë ti po thu është vendim. Sepse të lutëm, është moment kur ti e vlerëson në një e vlerëson vetën të aj person, a e ke gjithë qatë person vetën të qaj person. Qashtu është. Në qëfë se ti nuk e gjithë vetën të qaj person, atëherë ti mund është edhe 1 miliard njerëz me i taku, po nuk e gjithë vetën, mund është 5 vetë me i taku, në jetë e ke gjithë personin, do më thonë vetën të qaj person. Aty në qëfë se nuk e gjithë vetën të qaj person, unë jam kundra që po martohen apo po krijon familje, edhe fëmijë, edhe krejt haj se duhet. Po. E mendoj se dashuria nuk është ajo që duhet. Duhet shumë me mendu. Okej. Me gjetë vetë vetën, te personi, edhe me pa, a ka diçka një brum të përbashkët. Po, nuk është dashuria, hajtë se mirë ballë është. Hajtë se mirë ballë është. Edhe në të kur thënë ja... E she si i thonë figur. shok, nuk është, ose shoqet i thonë nuk është ai për ty. E thë hajtë se mirë ballë është. Unë po du me i marrë shambull rrjetet sociale në ditë sotit, është krejt e dim, nashta të shkrujnë 10 veta, 20 veta, edhe nuk të interesan. E tani është për shambull qaj personi se të shkrujnë, ku të bën klik, Njoni, për aty në 26. për që ta menoj se nuk ka vendim, se ti kishë Ajo që Nuk është vendim. Ajo që i bën klikën në kompjuter, apo në telefon është kjo. Po. Kjo, kur kjo të bën ty një person. Nuk vetet, Jo, nuk vetet, trak. po, prandaj po them. Nuk di nashta nuk di as me e spjegu pse pi 200 vetëve që jam të shkru, veç që kë minci se pja pres përgjigjet. Personi që e takon, edhe je ull me 50 vetë në tavolinë. Po, personin të cilin ti e reagon, edhe she, e gjen, do më thonë vetë vetën aty, ajo është diçka tjetër, që ajo është dashuria. A në që vëzë ty, haj se qenë ka i mirë, pas ka vesh tesha me firmë, pas ka bo kerën e mirë, që një shoqë që po më tregon. Tha, i thot vajza, nënës vetë. Nën, këqërë sa i bukur është që ky keri. Edhe i thot, po në shumë i bukur koka. Ani, që kjo më përqen që të kerin asi. Po, po fëmija nëse nuk i nxan kerit, po i nxan shoferit. Do më thonë nuk i ka interesua asaj kush është shoferi, çfarë është shoferi, po është me rëndësi që keri është i mirë. Ndërsa ti se ke gjetë atë që ty të përmbush, ajo që ty të lëviz edhe të mungon, atëherë merri ti 50 kerët, bëni ren, nuk është ajo. Po na nuk dashurohemi këtë Lule, na dashurohemi në njerëzit që theti, shëmbëltyra jonë është në ta, kemi diçka të përbashkë me ta, diçka na ka met, e gjejmë një pjesë tonën brenda partnerave tonë. Kjo është, po se gjete pjesën tënde aty, edhe me kultivu mandej, mungesat e vogla të mëdha aty gjithmonë ka. Se edhe ti si njeri i ke mungesat tua. Vetëm kur je si person i ke mungesat. Kërkush nuk është ideal. Por i plotësojmë me kërkesat momentale apo por personin që ta përmbush i e gjysma jote, e din që është gjysma jote, atër në që se mendojnë për shtëpia, për kerë, për restrojsa, për ajo është diçka tjetër. Unë mendoj që këtu e kemi përmbyll këtë temë, nëse kena diçka me shtu, nuk e besoj, a ki i valën diçka me shtu? Jo, mirë që se ujë musos, a pëshe se ka mush kërkush. Shëqë që sërë musafire tjetër, më nga. Ke mujtë mi mush vetë, valën.
Me ta keti diçka me thonë ekstra? Edhe mu pas ka su. Qëri marë burrat, qëri marë Me qenë burrat. se unë e kom plot, Mirë, edhe unë e kom baja gjesi plot. edhe mendoj edhe këshilla jame është për trit edhe për trejat, që martesa kur nuk është vonë, martesa është e mirë vetëm atëherë për e gjenë gjysmën tonë dhe të vërtet. A ka mosh për dashuria jo? Fund, kalzaj. Nuk ka mosh, por duhet kultivu. Duhet kultivu. Duhet kultivu. Ka. Ka mosh për dashuri. Nuk ta kanë rumendën Valoni. Okej. Është i, nështë ta dhe sa ta më rrinë moshën tonë, ka me një rast e plata, nështë ta mi provu vetë atje, po, kime pa dhe me thonë që është ndryshe. Edhe majnë manë ato, se si ti që jeni 29, si ajtë 18, si një babgjyshi jemi, si une, në njëjtë në jem. Nuk jenë vitet ato që ta perceptojnë djenja, në vete. Ka njerëz 100 vjetë që dashunohen, a i nashtë asën bako gjo. Por ka një figurë e madhe në Kosovë që ka vdek 80 sa vite, pa i ka pas fillu me bashkjetu me një vajzë të e, ku gjo s'ka bo me ta, e ka prejk dorën, ka pak qështu, po ku një dashunun ta, ka një të nke po manë gjallë njetë. Raste gjithmonë ka, po thëmë shumica, nuk është ashtu për që ta po thëmë s'ka. A ka apo s'ka mosh dashuria, nuk e di a ju kena bind, a ju kena tregu në sen, përgjithsi në varet si e perceptoni dashurin, dashuria nëse merret si vendim, atëherë duhet me pas mosh, por nëse merret si emocion edhe si diçka në të cilën na përfshihemi pa e kontrollu, ose vjen prej universi, ose vjen prej gjendjes hormonale, ose vjen prej dëshpërimi, prej mungesës, ose gjanave tjera, atëherë me siguri që nuk ka mosh. Gjithsesi, nuk e di cila është dashuria e vërtet. A është kjo apo ajo? Unë se di, as këta s'ditin me më kallëzu, na kena me bëne një debat tjetër. E deri atëherë, unë ju falenderoj gjithë juve që keni qenë sonte me mu në studio. Valon faleminderit, faleminderit Meti, faleminderit Lule, ju rrini me First Channel, dëbut me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët.